Shtëpia muzeale e Babametove në Gjirokastër do t'i nënshtrohet restaurimit. Riparimet do të kryen nga 35 studentë dhe profesionistë. In this case, we are going to take carefully off the plaster. Në rastin ton, ne do I heqim me kujdes shtresat e suvas, njëra pas tjetrës, për të zbuluar edhe historikun e objektit, për të dalë më pas deri tek muri me gur, për të kuptuar më mirë ndërtimin strukturor të objektit. Pasi të kemi zbuluar muret, pjesën strukturore të objektit, atëherë vendimi që do marrim është mbi ndërhyrjen tonë, nëse do t'i konsolidojmë këto mure duke përdorur drurin apo duke përdorur shufra metalike për kapjen e tyre dhe për forcimin e tyre. Për arkitektët, kjo është një eksperiencë shumë e veçantë pasi do të njihen me teknikën tradicionale të ndërtimit të shtëpive në Gjirokastër. Pra është kjo një eksperiencë shumë e dobishme në Shqipëri, pasi na bën të vlerësojmë atë arkitekturë që ne e kemi dhe jo ta hedhim në tokë dhe të ndërtojmë të reja, të vlerësojmë vendin tonë të gjitha. Shtëpia e Babametove është rreth 300 vjeçare dhe e pozicionuar në qendër të lagjes muzeale në Gjirokastër. 2 vjet më parë u riparua çatija e saj e shembur.